territori, përjashto çfarë ka e përsëris zonë të mbrojtur me ligj, është brenda kësaj pakete. Dhe jo vetëm që duhet bërë urgjent harta, por duhet ngrini një task force në çdo bashki. Një task force me 3 persona që të ndjekin këmba këmbës dhe t'i rrim pronto njerëzve që bëjnë shprehjen e interesit. Që t'ja u shpjegojnë, që t'i nxisin, që t'ja u lehtësojnë procesin, sepse, siç e tha ministrja, 500 parët që do marrin kontratën, 10 vjet nuk do paguajnë asnjë lloj takse. 10 vjet. Asnjë lloj tatimi. Por duhet i ndihmoni që të jenë të 500 parët, nëse ata e kanë shprehur interesin. Duhet i rini pronto. Ministri i Pushtetit Vendor, siç e thash edhe në fjalën përpara asamblesë, po përgatit atë drafting për të përcaktuar grantin sipas performancës. Ndërkohë që ministrja po përgatit edhe ato dy kritere që do të vlejnë qoftë për ministrit, qoftë për institucionet e pushtetit qendror, qoftë edhe për bashkitë. Kriteri i parë, sa do kontribosh në rritjen ekonomike të vendit. Nuk mund të jenë të gjithë konsumator të rritjes. Duhet të jenë dhe kontributor në rritje. Nuk mund të jetë historia mblidh të ardhura nga qytetarët përmes taksave dhe pastaj shpërndaj dhe pastaj kërko më shumë nga të ardhurat, po duhet të jetë dhe krijimi i të ardhurave të tjera. Dhe bashkitë duhet të jenë në pararojë për të krijuar të ardhura në ekonomi. Të ardhura që krijojnë rritje ekonomike. Dhe ky është një nga instrumentat. Rritje ekonomike në nivel vendor dhe pastaj të gjitha së bashku kanë atë kontributin e tyre dhe në nivel kombëtar.